Kjo është një etapë e rëndësishme në procesin e integrimit tonë digital në Bashkimin Evropian, që hap rrugën drejt heqjes së tarifave shtesë të roamingut për qytetarët dhe bizneset tona gjatë përdorimit të shërbimeve mobile në vendet pjesëmarrëse. Marrëveshja parashikon ofrimin e një granti në vlerë për 17.2 milion euro për financimin e këtij projekti, i cili synon zgjerimin e sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë përmes zgjerimit të rrjetit drejt zonave dhe konsumatorëve të rinj. Projekti pritet të përmirësojë cilësinë dhe sigurinë e furnizimit me ngrohje, të zgjerojë mbulueshmërinë e rrjetit deri në rreth 50% të kërkesës për ngrohje në Prishtinë, si dhe të kontribuojë në uljen e ndotjes së ajrit përmes reduktimit të përdorimit të energjisë elektrike dhe lëndëve. Ministria e Punëve të Brendshme, sipas planit të akteve nënligjore për vitin 2026, ka hartuar projekte rregullore për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarfikës në Republikën e Kosovës. Shërbimi i zjarfikjes dhe shpëtimit paraqet një ndër komponentat më të rëndësishme të sistemit të sigurisë publike dhe menaxhimit të emergjencave në Republikën e Kosovës. Funksionimi efikas i këtij shërbimi varet drejt për drejt nga disponueshmëria e personelit profesional të trajnuar dhe të përgatitur për të përgjigjur rreziqeve dhe situatave emergjente. Me qëllim të krijimit të një sistemi të unifikuar, transparent dhe të bazuar në merit për përzgjedhjen të personelit zjarfikës, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar këtë projekt rregullore. Kjo është një etapë e rëndësishme në procesin e integrimit tonë digital në Bashkimin Evropian, që hap rrugën drejt heqjes së tarifave shtesë të roamingut për qytetarët dhe bizneset tona gjatë përdorimit të shërbimeve mobile në vendet pjesëmarrëse.